Bashkimi Demokratik për Integrim ka adresuar një sër kritikash për qeverinë. Sipas tyre, marginalizimi shqiptarëve rrezikon stabilitetin, funksionalitetin dhe rrugën europiane të shtetit. Integristët kanë përmendur edhe disa çështje tjera. Ata thonë se përmes vendimeve të njashme dhe politikave të përjashtimit, shqiptarëve u është mohuar një rol i rëndësishëm në procese shtetërformuese dhe në drejtimin e përbashkët të vendit. Për të tejkaluar nga kjo situatë, nga partia këmbguli në kërkesën e tyre që siç thonë, vetëm zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhje. Zvoglimi i rolit konstruktiv të shqiptarëve si partner kyç në ndërtimin e një shteti multietnik, demokratik dhe pro-perëndimor, jo vetëm që rrezikon kohezionin e brendshëm, por edhe minon kredibilitetin e Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Por më tepër, fakti se sot në qeveri nuk ka një përfaqësim legjitim të shqiptarëve, po një grup partish me mbështetje minimale, rreth 1% që qytetarët me të drejtë i quajnë koalicioni flen, nuk mund të amnistojnë elitën politike maqedonase nga përgjegjësia për krijimin e ndarjeve të thella dhe dëmtimin e parikuperueshëm të unitetit të shtetit. E nga koalicioni Vlen deklarojnë se me këtë kërkesë, BDI dëshiron që VMRO-TPMN të fitojë me mbi 60 deputet, nëse nuk mban zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sipas Vlenit, BDI nuk dëshiron të dalë vetëm në zgjedhjet lokale, madje në versionin e tyre i kanë sqaruar këto pohime. Pse? Sepse për 22 vite kanë marrë pjesë në zgjedhje nga pozitat e pushtetit, duke keq përdorur MPB-n, shantazhuar të punësuarit në administrat, bler votat me paratë e qytetarëve, mbushur kutitë e votimit dhe falsifikuar vullnetin e votuesve. Tani janë të friksuar, koalicioni Vlen do t'i mund në zgjedhjet lokale të lira, të ndershme dhe demokratike. Pa reformë programore dhe kadrovike, nga Vlen vlerësojnë se BDI nuk ka se çfarë të kërkojnë nga votuesit, duke shtuar se siç thonë, shqiptarët nuk janë as naiv sa të besojnë gënjeshtrat e BDI-s.